Rreth rrotullimit e peserojt në daljet e Shkodrës mbetet një nga pikat më kritike sa u përket aksidenteve rrugore. Hyrje daljet e shumta dhe mos respektimi sinjalistikës janë shkaqet kryesore të përplasjeve në këtë aks, i cili lidh Shkodrën me Malsinë e Madhe. Përdorëruesit e biçikletave shprehen se lëvizja në këtë nyj nuk është e sigurt, pasi rreziku i përplasjes nga automjetet është mjaft i lartë. Sipas tyre, shkaku kryesor mbetet shpejtësia e lartë me të cilën lëvizin mjetet motorike. Rrugë nacionale, po do të kujdesi. Ndodhin aksidente të kjo rrugë? Ndodhin. Ja di pa tonë në përmedje di pa se ndodhin. Arsye pa rregullsia, domosdoshmë se ecën pa rregull. Sa rrezikshme është për ju cilësi i bicikletë? Nito, me lanë kryt. Rrezikshme është, po çka kemi bo? Do kushte janë. Ecin jashtë normave, jashtë rregullave, edhe ecin pa përgjithshëm shoferat. Rritja fluksit gjatë sezonit turistik ka shtuar ndjeshëm qarkullimin në këtë segment rrugor. Për këtë arsye kërkohet kujdes i shtuar dhe respektimi i rreptë i rregullave të qarkullimit si nga drejtuesit e mjeteve, ashtu edhe nga pedaluesit.